të dritës deri tani? Po ne besoj që s'është lobim kjo që më du me thonë, as pse është studio, se na po flasim publikisht. Po është me 4 lejtarë si Liridon Leci, e shumë lejtarë tjerë që ka pas drita, s'paku mos me qenë pjesë e drejtorit sportiv, a diçka do të thotë, apo e stafit trajnerëve, e tham për arsye. E tham për arsye se drita në krye drejtorit sportiv ka një volejbollit. Çdo respekt për sportin e volejbollit. Edhe çdo respekt për atë personalitet, nëse ai është drejtor logjistik ose drejtor i klubit. Po drejtori sportiv, mendimi jam është, drejtori sportiv duhet të jetë një futbollist i spikatur, e drita fal presidencës që e ka, fal organizimit shumë të mirë që e ka, të logjistikës, të bordit, shikuesve, çdo gjë, organizimi tërësishëm, besoj që është dashur edhe 5 vjet e fundit, domethënë, jo vetëm këtë vitin e fundit, po në 5 vjet e fundit të jetë shumë rival më i madh për Ballkanin se sa ka qenë. E po besoj pikërisht te drejtori sportiv është problemi, pse drita nuk i ka bë ball, domethënë, sidomos 4 vitet paraprake, skuadra të tjera. Drita shfrytëzoi mirë vitin e fundit e rastin kur Ballkani pse ndryshime të mëdha dhe Ballkani e pa gabimin, ndoshta dhe e riktheu nderimin e xhipin krye te drejtori sportiv. Kështu që unë po besoj krahas trajnerit, është më mirë si drita që ka po drejtori ka besuar që ka dosh 10 vjet në Evropë, nuk ka me besime, ka me suksese. Kështu që është mendimi jam, është mendimi e ka bushur total, se fortimi më thon dikush, s'ke qenë futboll kur po çfarë thotë unë kum gjyr. Çashtu vetë i ka bën ty mendimi jam. Edhe pra po tham, mundet me qenë drejtor logjistik, mundet me qenë drejtor klubit përgjithshëm. Po drejtor sportiv është Albana, drejt ka dëshmuar sukses apo ka vjen për drejt e trajnerit, kombinimin e gabuar, është puna e drejtorit sportiv. Puna e drejtorit sportiv është një lidhje shumë e mirë me trajnerin, emnimin e tij. Domethënë duhet me paktoni vjen ur lidhse mes kryesisë dhe trajnerit. I cili e ka për detyrë dhe obligim i përmbush kërkesat e dikujt apo edhe të bordit. Po bordi jep përgjegjësi për sukses. Ndërkaq me trajnerin bisedon, sipas mendimit tim, edhe përvojës që kum pa bisedon për zgjedhjen e lejtarëve, takimet me lejtar, les po besoj. Alban jashtë 2 milionerë i besojnë drejtorit që sa vjet i paguash volejbollist. Alban, ti e din shumë jashtë studios që kam shumë respekt madh. Po respekti është. Apo kupton? Nuk vihet këtu edhe me kritiku mas pari dikon që so këto. E dyta në njëri që publikisht po flas. Po kritikoj unë veç po tregoj mendimi jam pse s'ka pas sukses plot. Absolutisht. Muj me qenë gabim. Po nuk mundesh me ton për një njeri që i ndihmon shumë drejtori sportiv në zgjedhjen e lojtarëve, në zgjedhjen e trajnerëve, besoj që Ilirdoja kur ka arka qenë se si një mund deri Ilirdoja. Se si një mund deri Ilirdoja. Ilirdoja kush e ka pru? Deri në xhipi ka qenë drejtor. Qysh? Deri në xhipi ka qenë. Zekira Amador kush e ka pru? Kush e ka pru? Unë thash 4 vjet shter.